edhe Berisha e pranon që raporti e Parlamentit Shtetit shpreh një fakt. Dhe një fakt që është i qartë, por unë kam këtë presh që duke jetuar me ty bashkë këtu në gjithë kohët, me gjithë për shembull edhe kohët kur kanë qenë më të zjarrta për puthjen e madhe mes ambasadës dhe politikës shqiptare, Departamenti i Shtetit ka kryer raporte të qarta, të thjeshta me ato që ka parë. Pra nuk e ka ngatruar pjesën e përqafimit të madh, puthjes madhe me këtë pjesë. Dhe aq më tepër në këtë rastin e fundit, kjo është e tillë që Departamenti ka bërë punën, por nuk sa ka Trumpi që ka ardhur. U bën 2 muaj. Po në janar kjo është raporti 2024-s. 20 maj. 20 janar ka ardhur. Pra është 2 muaj. Nuk është se ka ndikuar tani, nuk mund të themi që ja dhe me Trumpin kemi këtë konkluzion. Që Trumpi është nga ata burra që ka ardhur që thotë Seri Berisha, të hiqet kjo për shemb. Mund të thotë, ë? Mendoj unë. Tani ndaj unë kam këtë. Ne bëjmë politikë. Ky është një ka një 2-3 element 3 që ja vlen të nënvizojmë. Elementi i parë është se ky është një raport i cili është hartuar dhe është, si më thënë, zyrtarizuar nga Departamenti i Shtetit nga administrata e re. Nuk është i bartur si që kanë lënë ata. Aty kanë bërë ndryshime shumë më të mëdha, jo të mos ndryshojnë një raport. Duhet kemi parasysh se gjithë ekipi drejtues. Se ndryshon Rubio do të ndryshoj raportin për Shqipërinë. Rubio do të ndryshoj. Jo, po them, është ekipi. Ata s'janë, ai është raporti 2024 se ka bërë administrata 2024. Vazhdoni aty. Jo, Ska lidhje ne vazhdojmë, po. Ju mendoni që teknikisht Rubio do tregon që s'ka kod më grada s'ka shanse të hiqet. Me këtë. Po qartë. Ekipi i zyrës që mbulon Europën dhe Euroazin, që mbulon për rrjedhimet e Ballkanin, është kompletuar me drejtues të rinj. Janë drejtues që janë dhënë nga administrata e re, administrata Biden, administrata Trump dhe Marco Rubio. Pra merret tani dhe ka elementi tjetër se kishte një heshtje relative në Shqipëri që ishte në hap shumë gojë këtu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do ta përmendin më Spakun. I kanë hek prizën Spakut. Spaku është një tani po del tepër. Pra pritim me kurreshtjet, jo vetëm me kurreshtje, me interes të madh, që administrata e re në një formë në një tjetër të shprehej për Spakun. Dhe këtu në raportin për vitin 2024 që ka vulën e administratës re, se po të ishin kundër asaj që ka ndodhur 2024, apo kundër vlerësimeve që kanë bërë paraardhësit e tyre, ata nuk e botojnë raportin, ose shtojnë vetat. Pra, kjo është mënyra se si funksionon çdo qeveri, jo vetëm qeveria amerikane. Dhe këtu për herë, pas kaq, mas rreth 2 muajsh, marrim mësojmë, ose publikun shqiptar, kupton se administrata e re amerikane është në vazhdin e administratës më pashme, sa i takon mbështetjes së Spakut, vlerësimit të punës Spakut. Elementi i 4, kjo ka shumë rëndësi për të inkurajuar Spakun, prokurorët të ndeshëm Spak, që të vazhdojnë hetimet, bile ka një vretje që është kritik nxitse, që është tipike për këtë administratë që ka ardhur tani, që megjithatë thot, hetimet ishin në nivele të ulta. Domethënë, i thot Spaku që duhet ta ngrini steken, duhet vazhdoni pas një tabu. Po ka lidhje. Tani sot në Shqipëri, Spaku, drejtësia e re ka një dokument zyrtar që tregon se SBA-ja vazhdon të njëjtin politikë. Kjo për mua është shumë pozitiv. Unë e kam paralajmëruar këtë edhe në studion tuaj, kam pas shumë kundërshtime, se shumë njerëz kanë menduar që tani Spaku do eliminohet, nuk do ketë mbështetje, po unë kam një lexim timin për politikën amerikane, elementi tjetër për non gratën. E kam thënë 100 herë edhe në emisionin tuaj. Unë personalisht them drejt, jam një nga ato demokrat, nuk jam berishist, s'kam qenë kur berishist. Qartë. Por berishist e demokrat nuk janë e njëjta gjë. Qartë. Janë 2 grupe mbrana kanë qenë një parti. Mendimi për unë kam dëshiruar këtë që Sali Berishës jam nga ato që thënë uroj që ti hiqet non grata, edhe si ish president e tjerë për historinë e Shqipërisë. Bartja në këtë raport
qoftë edhe e faktit, se faktin s'ka si shpiket, ky fakt ka ekzistuar, sigurisht që ka ekzistuar, po ka edhe fakte tjera. Ti më thënë, mos e qenë t'i elit me këtë pjesë të raportit. Pra, citimi i sankcionimit Sali Berishës dhe i akteve që kanë quar në sanksionimin e tij, kanë ciktu me hollësi aktin, një akt të cilin Rubio, pikrisht këtë akt, me këtë numër, po e përdor këto ditë për të sankcionuar për korrupsion madhor ish politikan ose politikan të Amerikës Latine. Pra kemi dy lajme këtu. Lajmi i parë është që ndërsa në Shqipëri, dhe këtu më vjen keq ta them. Presidentin Bush. Ndërsa në Shqipëri po prisnin me padurim që Spaku të hiqej priza, Sali Berishës të hiqet non grata, që edhe për këte kemi pas debate, sepse non grata si do hiqet, do bëhet një akt klemence me e falë, apo do në thonë që ja ka bo George Soros, sepse kjo ka është serioze kjo. Ata e marrin dhe citojnë aktin, duke e pohuar. Shkurt, lutem. Dhe e dyta, e katër, kjo ishte, të më thënë, lidhje me non gradën, kjo ka do me thënje. E pesët a një është kjo që administrata e re e presidentit Trump, po mbështetet sërish mbi një akt mbi cilin janë sankcionuar shumë të tjerë më parë, dhe në Shqipëri, jo vetëm Berisha, dhe fakti që kanë bu vetëm Berishën, ka do me thënë, s'kanë bu dhe tjerë, pra do vazhdojet sankcionoj për korrupsion madhor politikan të ndryshëm botë. Pra e ka sërish për parësi, për... Pra mundësia për t'ja hequr Berishës është pothuajse zero, thoni. Unë sy aty, unë sy nga të. Unë them pohimin dhe mbyllë që administrata e re e presidentit Trump e ka prioritet politikës vetë të jashtme luftën kundër korrupsionit dhe kundër minuzëve demokracisë në botë. Kjo për mua është shumë domethënë. Tani që përdor Rubio non gratën, që në fakt është një akt i themeluar nga presidenti Bush, dhe që u shtua nga Biden me sankcionet ekonomike, nga George W. Bush, i dyti. Kjo akt, po. E ka për i dyti? I dyti e ka themeluar në 2001. Pastaj Biden e përmirësoi sepse shtoi sanksione. E zgjeroi tematikisht dhe geografikisht. Dhe tani kështë e përdor Rubio, i cili ka qenë kundër përdorimit non gratës për arsye politike, pikërisht për arsye politike. Sepse ka një late në Argentinë, dhe një mojë latën e vetë në Argentinë, godet opozitë në Argentinë se duke shpallur non grata ish president. Si. Po pra presë, ti mendon që Amerika çdo gjë e bën mirë, po kjo është gjë shumë e keqe që po bën administrata Trump sot. Është një gabim shumë i rëndë dhe që ndikon në jetën politike të një vendi. Dhe po ne këte heqim se nuk na jun punë çfarë bën në Argentinë Rubio dhe kjo. Dhe nuk na jun punë fare se çfarë mendon Rubio për si do të zgjidhë çështjet e veta në botë.